E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar për një marrëdhënie që realisht unë besoja, kam besuar shumë në fillim që do të jetë një marrëdhënie që do të vulos dashurinë në këtë Big Brother, por siç duket, emocionet e tyre janë pak të koklavitura. Do të thënë janë emocione që nuk po kanalizohen dot, që nuk po gjejnë dot rrugën e tyre dhe janë pak të turbullta. Flas konkretisht për marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos. Një histori dashurie që ka nisur që jashtë shtëpisë së Big Brotherit, nuk është realizuar si histori dashurie. Më pas, do me thënë, brenda në shtëpinë e Big Brotherit, Mateo shpreu një lloj pëlqimi dhe nuk do të them që ka hyrë me qëllimin për Brikenën, por ai e la të kuptohet e tillë që ka hyrë me qëllimin për të, por siç duket Brikena dhe Mateo nuk munden dot në asnjë mënyrë të gjejnë gjuhën e tyre të përbashkët. E shoh që Mateo i afrohet, e shoh që Mateo mundohet që të rimet, mundohet që të kaloj kohë me të, mundohet që të fokusohet tek ajo, edhe pse Brikena gjatë gjithë kohës e ka kërkuar po këtë gjë, do me thënë hatërmbetja e Brikenës kundër drejt Mateos ishte që unë ta dhash mundësinë që të njihemi, ndërsa ti nuk qëndron me mua, ti nuk e ndan kohën me mua, duhet të jesh pak më gentil. Do me thënë të njëjtën gjë ja ka thënë dhe Monika Kryemadhi. Por unë mendoj që Mateo në këtë rast i ka dhënë të gjitha dimensionet e tij, ka bërë maksimumin e mundshëm që të jetë në krah të Brikenës, të bindën Brikenën që ai vërtet e don. Mendoj që dhe hyrja e mamas së Mateos i dha një mesazh Brikenës që ndoshta nuk arriti dot ta kupton. Edhe droni i ardhur ditën e djeshme në shtëpinë e Big Brotherit ja dha këtë mesazhin që ne jemi krenar me ty dhe bëj çfarë të duash, do me thënë lidhu me Mateon, krijoje më këtë dashuri sepse e ke shumë djalë të mirë, por Brikena dhe këtë siç duket nuk e kuptoi dhe në dhomën e rrëfimit ajo ka folur. Hyrja e banores së re brenda kësaj shtëpie e e vuri pak në siklet marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos, sepse nga jashtë, do me thënë duket sikur Brikena po e përdor këtë lidhjen vetëm për të qëndruar brenda asaj shtëpie. Unë jam shumë dakord që Brikena ishte ajo e cila e fuqizoi Mateon, sepse me lëvizjen që bëri që hodhi në nominim Mateon, Mateo u fuqizua brenda kësaj shtëpie, por mendoj që mënyra që Brikena nuk i ndan gjërat, do me thënë nuk i kanalizon energjitë e saj në vendin ku duhet kanalizuar, Brikena përfundon në statusin që është, që do me thënë dhe publiku dhe banorët kanë të drejtën që të mendojnë që Brikena është thjesht duke përdorur Mateon dhe është duke bërë një lojë në interesin e saj. Natën e sonte Brikena do të fletë për këtë marrëdhënie. Ajo ka folë në dhomën e rrëfimit. Në fakt një video ka dalur që Brikena thotë nuk kam ndjenja, por dua të bindem pikërisht sonte se çfarë do të thotë. Por një video e shkëputur natën e mbrëmshme ka ngritur përsëri kureshtjen që Mateo e kap në një farë mënyrë me zor Brikenën që ta përqafon. Unë mendoj që Brikena është duke bërë shumë atë lajkatare, në atë gocën të rëndësishme, do me thënë është duke luajtur pak atë rolin e koklartës egoistes që realisht po e nxjerr shumë keq. Dhe kjo gjë do ta lodh Mateon, edhe pse nuk e ka lodhur brenda, por ndoshta kur të del nga shtëpia e Big Brotherit, Mateo do ndikohet jashtë. A mendoni ju që ekziston këtu një dashuri e vërtet, sepse unë nga ana e Brikenës shoh një lloj akulli që nuk shkrihet më, do me thënë, mendoj që edhe po t'ju kishin sjell një akull më të madh aty brenda, banorët do e kishin shkrirë në të gjitha forma, ndërsa Brikena është aq e ftohtë sa që në të gjitha gjërat, do të thënë më lehtë që ta kuptoj që nuk e do Mateon, por nuk ka dhe për pëlqim edhe për Mateon, se ti nuk mund të thuash që un kam pëlqim dhe nuk e dua. Unë mendoj që dashuria dhe pëlqimi janë dy ngjarje që vijnë bashkë me njëra tjetrën, nuk shkojnë daras. Dua të marr mendimin tuaj.